Unë do të them emrin e personazhit Bigut, dhe ditë do më thuash cila mund të ishte kafsha spirituale. Miri. Ujk. Ujkë. Selina? Sorkade. Në thashë do ishte ujkonj. Mateo. Ari Murm. Ari Murm. Rogerti? Cila është kafsha me Rogerti do shkonte Ariu. Jo. I kafshë që mund taj. Është Skari, mbretit Luan. Mere si dush. Skarit e mbretit Luan, dakord. Luan i keq pra. Stenaldo? Stenaldo është besnik, është smart. Qen. Po, atë do të paja, qen. Në kuptimin e mirë gjithmonë. Kuptimin e mirë. Edisa? Edisa është edhe e re, është duket si kaproll. Kaproll. Juela? Gjarpër. Nikol? Kam shumë Nikol është si insekt. Insekt. Është shumë si insekt. Dakor. Artani? Po insekt, jo insekt gjithmonë negativ, po. Kuptoj. Milingon. Flutur. Okej, flutur është bukur. Nuk është thënë flutur. Është edhe e bukur. Është edhe e bukur. Artani? Slothi nuk e di çfarë kafshë është ai. Është ai Bradipodusi, ai që ecën ngadalë, ai australiani. Po, Gimbo? Gimbo, panda. Panda. Brikena? Ajo mund të jetë unicorn. Pel. Një pel. Pel, se edhe rri kështu si pel. Ku përqafon. Dhe nuk tham Kristi, çfarë është Kristi? Kafshë që këndon, që ka zë, që jo këndon. Gjel. Kanarina. Kanarin do thënë. Kanarin, po. E gjeta. Bilbil, se është Bilbil Jugu. Po, Bilbil. Bilbil, Kristi e gjetën, po, shumë mirë, bravo, e gjetën me të parën, shumë i shpejt ishte dhe kjo, shkojmë tek teta.